Shtera disot edhe si zyre keni përgjësi, jo veç si zyre, edhe nas institucion keni përgjësi. Duhet me bëmend ma të keqë në fund që më në mendodhë, për me ditë që me kuptu çka nën kuptojnë procedurat kur kontrolloni. Kur kontrolloni organizata që në dyshim të me njëherë të evrejnë dyshimin, në një fshat që i ka 40 banorë, vjen me listën e 50 vëzhguesve, për më falë, atin edhe me një katon është ajo. Çfarëmëndarie për drejtat e njeriut, kur ti e gjon adresën, që adresa e, si me thonë, e habit kryesor të kësaj organizato Banja Luka. Fani, qysh kina hi na në Google, do të me hi dhe jo në Google, është detyre juja me shiku, me hulumtu organizatat që ju vinë për herë të parë, jo me thonë veçit dokumentin. Unë edhe njëherë, po mënona me të regu ty edhe kolegëve tu. Me dokumente, ka hi si organizat jo qeveritare, një organizat paramilitare që e ka bo krimi në realitet sëtë edhe vazhdo një lufta. Veç me ditë, që ka ndohë në praktikë. Lëzë, nuk kini shoqënie mbyllë këtu dhe institucioni mbyllë na, që nuk shojmë që ka ndohë në rajon. Kini artikujt medjave edhe të organizatave kredibile dhe ndërkombëtare, mbi ndikimet e jashtme edhe luftën hibride që të ndohë në rajon. E kini rastin e Moldavis, që ato kënë matë gudzim, që e kanë marrë vendimin me heq edhe një subjekt politik, se për organizata e qeveritare dyshimta. Ajo është kry që me kohë, po nuk mund shteti me metash dhe më kret kjo filtra me kalu, se na pëkëshyrim mështë, edhe në mërë policia jonë me konë edhe vëzhgus tjerë, kredibil, po edhe trupa tona zedhore, me u rreziku në proces zedhor, vetëm se na si kemi këqyrë, si kemi kryjnë detyrat e tona që shduhet. E detyrat e juja që shduhet i kryjni kur siguroni që nuk na bini kriminela, edhe nuk na bini edhe njerëz me potencial të manipulimit procesit për aprovim këto. Që kjo është detyra juj. Nëse do të me shkruat që të detaje, më falni për besë, edhe në një keqardhje. Qëllim të vetëm parësor e ka manipulimin e zgjedhjeve në Kosovë. 23 shtator 2025 o regjistru një organizat jo qeveritare me titullin Fuqia e Zërit, edhe veç një javë ma vonë vjen me 260 vëzhgus. Ka që është qështja. As një aktivitet nuk e dim tyne, bire nuk e dim as me shka ka më marë. Unë e mërënda që tu po them, sot, kur të bohën 2 ditë, ose 3 ditë, sepse ata marrin pa kohë, ti regjistroj 10 organizata jo qeveritare me statut, me kreta, me gjirologari, edhe i pi që tu edhe hecë së më vynë ma shumë, veç që tu njerës, disa njerës, se 3 vetë më vynë. Unë e kam problemin, nuk e kam problemin të aspekti formal krejt. Aspekti formal, po në dëmëton pak. Ligji për regjistrimin e organizatave jo qeveritare është jashtëzakonisht liberal dhe demokratik në Kosovë dhe shumë i mirë. Po, për me lejue, dhe më thonë, me organizu njerëz që kanë pikpamje ndryshe për çështje të caktuara në një shoqëri të caktuara. Veç kur më thuhet se me 23 shtator është regjistru një organizat, jo qeveritare, me 23 shtator 2025, edhe me 1 tetor vjen me 259 vëzhgus, unë shumë po dyshoj edhe për burimet njerëzore edhe për burimet financiare. Një konkludim pak a shumë vesh do të shtoj diçka se pajtohem me kolegët që duhet të rishikohet komplet lista e këtyne organizatave që ka komplet në kuptimin të rishikohet edhe njerë, specifikisht një nga një. Unë e shonë në numërin 21 kje udruženje Gragjana Restart. Tani është organizatë jo qeveritare vendore. Ajo ka mujtë me marrë një dokument të tillë. Po kjo organizatë është e Republika Srpskës. Është një organizatë jo qeveritare e cila mbas pakti është jo qeveritare atje sepse duan funksionin e pushtetit atje. Edhe për krah, individ edhe politika caktuame edhe atje. Prandaj është mirë të shihet. Organizata ka mujtë me marrë
një dokument shtesë këto, po burimore organizata është e Republika Srpskës, etnitetit sërb atje, e regjistru me atje dhe cila kryen përveç kësaj edhe policion edhe është e lidhur me pushtetin i cili është atje. Po flas për një organizatë e cili vjen nga një vend i cili në asnjë variant kur nuk ka lejuar jo të shkojmë as të marrim pjesë në konferenca ndërkombëtare, se jo të vëzhgojmë zgjedhjet. Pra do të konsideroj që duhet të rishikohet mirë